ka qenë Gostivari i familjes suaj dhe si e shihni ju tani? Shumë i bukur ka qenë, shumë i bukur ka qenë. Unë e mbaj mend Gostivari ka pas përplot jetë, ka pas zhurmë, ka pas rini, ka pas fëmijë. Tani shikoni Gostivari, ja idhe në një lloj vështrimi rreth rrotull, edhe Gostivari është bë vend provincë është bë, edhe intelektuale, edhe ekonomike, edhe me njerëz. Gostivari, për informacionin e juaj, është vendi i parë me imigracion në Maqedoni sipas statistikave zyrtare. Kemi humbur diku për 40.000 njerëz, që është goxha e madhe për një vend më i madh se sa Gostivari, jo për një vend siç është Gostivari me 80.000 banor. Ne kemi një qytet ose qytete të ndryshme, Gostivari, që janë në Zvicër, në Gjermani, në Austri, në Itali, dhe më pak njerëz ka që jetojnë tani në Gostivar. Fëmijëria ime ka qenë përplot e mbushur me aktivitete sportive, me gara shkollore, ka qenë plot organizime, evente kulturore për rinin, tani s'ka asgjë. E vetmi aktivitet i rinis është partitë politike dhe politika. Edhe ato mundohen që nëpërmjet partive politika të gjejnë punësimin, të gjejnë karrierën, a në fakt duhet të jetë ndryshe, duhet të jetë rinia, bartësi i proceseve revolucionare të këtij qyteti.